Besimtarët e krishterë në qarkun e Gjirokastrës u bën pjesë e rritjeve fetare të Krishtlindjeve në meshën e zhvilluar në Katedralen Ortodokse. Ngjallja e Krishtit në qytetin e Gjirokastrës morën pjesë besimtarë të shumtë. Mesha u drejtua nga metropoliti i Gjirokastrës, Nathanaili. Në këtë ditë Krishtlindje, besimtarët uruan për më shumë paqe, mirësi dhe harmoni. Urojmë të gjithë krishterëve të gjithë botës, gëzuar Krishtlindjet me paqe, dashuri dhe harmoni në familjen e tyre, në shoqëri dhe mbar botën. Krishti por sa lindur të banojë në zemrat e tyre dhe t'ju dhurojë dashuri dhe kaq që duan në jetën e tyre. Ju urojmë të gjithë të krishterëve të gjithë botës gëzuar Krishtlindjen me paqe, dashuri dhe harmoni në familjen e tyre dhe mbar botën. Krishti i porsalindur të banojë në zemrat e tyre dhe t'ju dhurojë dashuri dhe gjithçka që duan në jetën e tyre. Të jenë të gëzuar dhe të lumtur. Uroj të jetë një ditë e mirë për të gjithë, sa më shumë mbarësi dhe lumturi në të gjitha familjet. Gjëra më të mira, dashuri, lumturi dhe harmoni në jetë. Rritet e festës së Krishtlindjeve vazhduan në familjet e besimtarëve.